Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Lutja e një personi që është duke kaluar kohë shumë të vështira është përdorur nga Margaret Becker dhe Keith Getty si tekst këngë. U lexoj pak nga refreni. Jezus, pranë më qëndro, kur eci nëpër stuhi. Në këtë rrugë që më ke thirrur, do të ndjek, edhe kur forca më ka braktisur. Shumica prej nesh e dinë se Zoti i lejon vështirësitë në jetë për një arsye, të paktën e dimë në teori, por kur detet e jetës trazohen, qëndrimet tona, ndonjëherë mund të tregojnë se nuk e besojnë fare këtë të vërtetë. Në librin e saj të mirënjohur devocional, Burime në shkretir, Charles Kaumen shkruan për sprovat se ato janë malet e Zotit që ai vetë i ka krijuar. Por është një frazë në vargun e fundit të këngës që i flet veçanërisht zemrës time, edhe ajo thotë: lejo thesaret e sprovës në mua të formohen. Thesaret e sprovës. Imagjinoni miqtë mi për një moment t'i quani sprovat tuaja thesar. Thesari është diçka shumë e vlefshme, e kushtueshme, është e çmuar. Apostulli Paul thot pothuajse të njëjtën gjë kur i quan sprovat tona lavdi të përjetshme. Ai shkruan: prandaj nuk na lëshon zemra, sepse trishtimi ynë i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon në ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshueshme lavdie. Një nga thesaret që sprovat krijojnë brenda nesh është qëndrueshmëria. Jakobi tha: ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria është vendosmëria për të vazhduar e për të mos hequr dorë. Apostulli Paul na thot: dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet tona, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbguljen, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Miqtë mi, të gjithë kalojmë periudha testimi edhe sprovash. Lutem që Zoti të zhvillojë në ne thesare të vërteta prej kohëve tona të vështira. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.